A keni vrejt që në disa biznese du të me kërku leje para se me ju dhonë parët. Hynë një butik apo në një salon të shtrajt, e atmosfera është qaqeron, sa që po të vjen marrë me prej diçka. Punëtorët shikojnë me atë skanimin nga kokat e këmbët për me vlerësu a ki parën gjepa jo. Ky gabim fatal quhet edhe kompleksi superioritetit. Në marketingun e vërtet nuk ka gjë më amatore se sa me bë klientin me ndjej vogël. Kur ti krijon një ambient ku njerëzit kanë frikë me pyet për çmimin ose me prek produktin, ti nuk po dukesh luksos. Ti po dukesh arrogant. Dhe dini çfarë ndodh? Ai klienti që sot erdhi me tuta, ndoshta është ai që ka buxhetin më të madh. Por ti sapo e përzure te konkurenca sepse stafi vet nuk pati kohë me u tregu i sjellshëm me diko që s'duket si VIP. E cili është leksioni? Brendet më të mëdha në botë të bojnë me ndjem bret edhe nëse hynë mos me bek kurgjë. Sepse ata nuk shesin produktin, ata shesin ndjenjë. Mos bën bodyguard dyqanit tënd. Bëhu mikpres si parave të klientit. Sepse në fund ditës, paraja ati që vjen me veshje pune, ka të njëjtën vlerë si paraja ati që vjen me një kostum.